Qëndrimi politik që kemi ne ka shik kësaj çështje është edhe i drejtë, është edhe parimor, është edhe i dobishëm. Edhe në këtë drejtim natyrisht që ne do të mbetemi të vendosur në këtë. Pra çfarë propozojmë ne është që shqiptarët duhet të unifikojnë ligat, Kosovë-Shqipëri, dhe ta kemi një kombëtare. Deri në qershor të këtij viti kishim një kombëtare. Apo jo? Edhe emocioni që u kriju gjithandej të shqiptarët për sukseset e kombëtarës tonë ka qenë i paqmueshëm. Dhe në këtë drejtim mendoj që ky projekti i ndarjes së shqiptarëve në futboll, aty ku ishim bashk, ka një dashakësi prapa. Fushata që e ka bërë Serbia kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO, dhe nëse e krahasojmë këtë fushatë me një fushatë që pati bërë kundër antarësimit në UEFA dhe FIFA, të dy janë të përkrahasueshme. Pra ka qenë shumë më e vendosur, me tonë shumë më fashiste, raciste Serbia në kundër pranimit të Republikës Kosovës në UNESCO, sepse pranimi i Republikës Kosovës në UNESCO do ta trajtonte trashëgiminë kulturore të mesjetës në Republikën e Kosovës sikur trashëgimi kulturore të Kosovës, e cila aktualisht është regjistruar sikur e Serbisë. Pra pranimi në UNESCO do të nënkuptonte ndarjen nga Serbia në fushën e trashëgimisë kulturore, një fushë shumë e rëndësishme. Ndërkohë që pranimi në FIFA dhe në UEFA realisht është ndarje nga Shqipëria.